Ka një problem thelbësor aty, që zoti Kurti faktikisht ishte duke bërë një skem, një teatr demek për t'i vënë fajin opozitës për mos zgjedhjen e presidentit çuar zgjedhje të parakoshme, sepse në të vërtetë ai e arriti atë që donte. Domethënë edhe periudhën shtesë që u ofrua nga vendimi i gjykatës shtetësuese pas 5 marsit, ai nuk e shfrytëzoi për të krijuar një konsensus edhe një bashkëpunim, por thjesht për të ndërmarrë veprime, takime, bisedime, deklarata, për të lënë përshtypje sikur se duke dhënë maksimumin për të siguruar shumicën e dur për presidentin me parti opozitare, ndërkohë që ai këtë donte dhe s'ka donte afatit, mbaronte koha e zgjedhjes së presidentit, donte që t'i mbaronte mandati edhe presidentes Vjosa Osmani, me të cilën kishte një bashkëpunim të ngushtë, por ndërkohë kishte edhe mosmarrëveshje, sidomos për sa i përket emrave dhe pushtetit. Dhe priti enkas që të zvendësoj presidenti Osmani me kushtuesin e detyrës Albin Haxhiu, që ka një njerëz me besnike më të bindur. Ju kujtoj që vitin e kaluar janë bërë 47 seanca për ta zgjedhur atë kryetarin e kuvendit. Dhe me një vendim të gjykatës shtetësuese në kohën e Jakub Krasniqit si zëvendësues presidenti, çdo vendim i marrë nga zëvendësuesi i presidentit, nga ushtruesi i detyrës së presidentit, konsiderohet i ligjor, si pasi janë presidenti i zgjedhur tamam. Dhe për këtë arsye, ai donte që të kishte Albin Haxhiun si presidente që e ka të bindur dhe i voton dhe i mbush ato vende vakante që Vjosa Osmani pranonte t'ja votonte.